Ja te kemi në kuzhinë bashkë me Albanën për të përgatitur dhe gatuar receta të thjeshta të shpejta edhe që kanë padyshim një kosto të leverdishme. Duke zgjedhur produkte, duke zgjedhur edhe receta, miqtë të gjeta. Mirëmëngjes të gjithëve. Ke kështu me pika sot me topa. Ço do na gatuar sot? Sot kemi sot pranë do gatuajmë. Po, gatuajmë sepse unë pa pjesën tjetër nuk mund të gatuaj dot vetë, patjetër. Një lakër të hapur, pra dollma po të hapura. Do thoni ju, po mirë, mi Albana po thuje gjellë me lakër. Po dollma e hapur, kështu quhet tash si. Unë ta ndryshoj emrin edhe e ndryshoj. Në tavë bëhet kjo, është më këndshëm, bëhet në tavë. Okej. Ka dhe oriz? Atëherë, që është ajo gjella tradicionale që ka një lakër, është e veçantë, gjë që unë kam thënë edhe një herë tjetër, kam orizin, orizi është i zirë dhe ju e dini shumë mirë që ne kur e shplajmë orizin, patjetër derisa të hiqi pjesa e amidonit, ajo pjesa e nisështes, e spërkasim me limon. Kokra qëndron dhe nuk është e ngjeshur, dhe nëse ju dëshironi, dhe unë them që po të dëshironi, në ujin e nxehtë ju të vendosni pak fare krip. Pak fare krip që unë kam këtu, dhe i presim pjesën e koçanit, lakrës, dhe nxjerrim fletët një nga një. Nuk më duan që të jenë edhe fletë të bukra, ana estetike normalisht që matë dhe vlen shumë, gjë që unë direkt e vendos. A të bukra dhe këtë tonot. Po, që të jenë të zbutura. Nuk do t'i mbledh, prandaj dhe them që dhe përveç lakrës që unë kam orizin që e shpjegova përse duhet që unë ta kalojnë në spërkatjen e limonit, kam vezët, kripa, piperi, patjetër, këtu pse kam boshun, ka qenë qepa, unë kam vendosur për hir të së vërtetës, kam vendosur qepën edhe një pjesë të një preshi. Po mirë. Sepse më jep akoma dhe më të përshije. Preshi është opsional. Patjetër lëngu një limonit, më duhet are moskatit, dhe kur themi të are moskatit, shkon ose are myshk shkon, i shkon dhe i vjen jashtë mase mirë salsave të bardha, sikurse dhe e mbërësirës. Më duket se të zhavuaj djeshme, sepse kam thënë të njëjtën gjë edhe dje. Por, kjo do të thotë që nuk na ke gënjur dje, ke mbajtur mend njësoj, është e vërtetë, është informacion i sigurt. Edhe për këtë produktin tjetër, po prap nuk ju gënjej, që flasim të vezët. Dhe kur themi për të vezët, Vitali e dini shumë mirë që janë aq të mira dhe aq të freskëta sa që ajo e verdha e vezës nuk ka burë kompakte, e bukur dhe solide. I tërheq vëmendjen nga pjesa e bardhë, nga pjesa e dy cipzave. E kemi thënë shumë mirë që një vezë që ne duam të shohim që është e freskët, patjetër ka dy anët e membranës që e mbajnë të verdhën e vezës bashkë me pjesën si profesor. Do thoni ju, po mirë Albana, çfarë është më e mirë për të konsumojmë? Po ka legjenda urbane. Disa thonë të verdhën, disa thonë të bardhën. Disa e thonë e bardha shërben për këtë, e verdha ka më shumë kolesterol. Unë di që veza ka protein. Më pas është ndryshon dhe tek në metabolizmi i trupit. Gjendjet shëndetësore që ka individi. Vital, dua dy në mëngjes, jo një shpak për mua. Atëherë, i thashë gjitha. Lë apo më i merë, se janë masat të ndryshme këto vezët. Të më dhaja i do, bukur fort. T'japin edhe energji. Mirë bërë. Kam vjozëm, po? Vjozëm në energjik mendur, si të donit i thoni ju, ja. Është e thata, përse është e thatë? Është e thatë sepse mban ka një aromë shumë të fuqishme. Dhe tek të mbushurat, duhet e thata sikurse dhe tek dolmatja, praka, si të donit i thoni ju, dhe më pas, gjithmonë që unë kam të kopshin e parajsës, të bimët aromatike që unë kur nuk e ndaj, pra ka majdanoz dhe kopër. I thash të gjitha këto, pa tjetër që i thash. Tani, vendos edhe në vetësin, këtu kam mishin e grirë. Pa mishin e grirë ku mund të shkoj unë? Në asë një vënd. Do të shkoj pjesën e qepës dhe të mishit dhe të preshit. Tu kam vendosur mishin, derisa mishi është kokrizuar dhe dim shumë mirë që mishin në veprim me qepën, unë si Albana dhe si profesioniste them që mishi vendoset pa vaj me pak ujë. Tani unë e ndihmoj me vajin. E lëm mishin sa të kokrizohet. Në momentin që kokrizohet mishi, unë atëre vendos pjesën, po si, ja, pjesën e qepës. E lë sepse do më duhet për pjesën tjetër
që më duhet qepa, gjë që ndë përdor qepën e kuqe. E përziej, duke i shtuar pjesën e kripës, pakës piper, dhe e lë të bëhet. Okej, të zbutet bashkë me mishin përsëri. Kam furrën, mos e harroni ta gradoni, nësa unë e kam graduar në 220, që avash, kur ta vendos në furrë, ta kaloj të 200. Kam një tavë simpatike, cilindrike, gjë që Pak me vaj i dhe vendos vajin. pjesët e tjera të gjetheve të lakrës. Lakrën, sa të heq edhe 2 gjethet e tjera, pa tjetër që vendos 2, heq 1, kështu. Duke punuar paralelisht me mbushjen, Pa tjetër, se unë tani... dhe me gjethet e lakrës, të cilat sigurisht duhet të zbuten në ujë të vluar, në mënyrë që të marrin atë palosjen formën më të lehtë. Shojmë pak recetën tonë të shkruar, kemi gati për t'ju treguar se çfarë ju duhet për përgatitjen e kësaj recete të shpejtë të japrakëve të hapur me gjethe lakre. Ju duhet një lakër mesatare, të cilin e hiqni avash çdo gjethe për ta zbutur. 300 gram mish të grirë, 1 filxhan çaji me oriz, 1 qep e madhe, 2-3 lugë gjelle vaj ulliri, 1 lugë çaji energjik, 1 tufë majdanoz ose 1 tufë koper ose të dyja, lëngu i 1 limoni, krip dhe piper sipas shijes. Do të përgatisim më pas edhe një salcë me 2 vezë o vital, 1 limon, pra lëngun e 1 limoni, dhe pak nga lëngu i gjellës, që kemi para përgatitur më herët. Kaq kemi produkte. Vazhdojmë të punojmë tani me salcën, kam përshtypje. Këto 2 vezët i kam nga një gatim që kam për të bërë atje. Kështu, vendos. Edhe një vezë tjetër. A e tham sepse mua më pëlqen që duke e thënë, duke e treguar dhe duke e parë dhe ju si veprimja. Sa kompakt është veza. Do të marr një pirun dhe bëjmë rrahjen. Pak ose fare krip. Ta shtyp Pa tjetër. të limonin, lëshojmë pak Vaj. mishin. Dhe filloj rrahjen. Derisa kemi një masë kompakte. Pra vezët, limonin edhe pak nga lëngu i qoftë i lakrës apo i lëngjeve që do të lëshojnë tek mishi, tek qepa dhe tek preshi. Marr. Merr atë kapsën apo do marrësh lëngun po, për të larguar. Pjesa e salcës do shtohet në fund fare apo jo? Filloj dhe të shkumëzohet. E lë, marr. Arë myshk ose arë muskat. Dhe pjesën e salcës ne na duhet vetëm arë myshku. Piperi, jo. E largoj duke vendosur edhe limonin pak më vonë. Do të marr pjesën e orizit. Orizin thashe e kam zije më përpara. Filloj dhe e përzijej. Nuk më duhet salcë. Të kem përzierjen e mirë. Më duhet të shtoj piper. Menegjik. Me bollik. Me bollok. Si të doni ju.
Dhe pa tjetër, bim aromatike. Okej, e shtojmë në fund. Procesi pastaj termik i zjerjes së produkteve do të kaloj edhe në furrë, kështu që nuk do t'i lëmë shumë në tigan të na marrin kohë. Jeton të zbutet siç duhet lakra, gjethet e lakrës, hequra njëra pas tjetrës. Dhe ja tek i shtojmë. Pra, qepa, mishi grirë, orizi, erza dhe bimët aromatike. Të gjithë këto përbërës janë në tigan. Lëm të veprojnë të gjitha aromat, të këmbehen potencialet dhe vlerat e tyre me njëra tjetrën, që ta kemi gati për ta shtruar në tavë. Dhe ndihmojmë me pak fare Dhe lëng. masën e kripës që mua më duhet të jetë e duhur. Kjo masë që pa do, jeshilliqe. Po të duam ne, për shembull, po t'jetë koha edhe pak, mund të vendosim shumë barishte të tjera. Me kaq. E lë me Po, kaq. më kryesoret që përdoren, koper majdanos, janë aty. Tani është momenti pra të ndërtojmë. Kemi në 3 pjesë. Lakrat të zbutura, mbushja dhe salca. Direkt në tavë do të vendosësh apo? Direkt në tavë. Okej. Edhe një tjetër, sepse duhet që t'jetë tani ti Miki, si vajzë e mirë, dhe me heqesh këto. Gjithet sa të marrë të vendos syze, gjithmonë në postë. Tani, dhe ne të vazhdojmë dhe të lëftohet pak se është goxha e nxehtë për të shtruar dhe për të punuar rehat. I lëm vetëm 1 minutë të ftohet. Jemi sërish në kuzhinë për të përfunduar me recetën tonë, për ta vendosur atë në furrë dhe për ta serviruar shijuar në fund fare. Edhe gjethet e fundit, pra një shtres me gjethe lakre të cilat kanë marrë një vlim, pak sekondëshe, vendosim mbushjen me mish të grirë, oriz, erza, qep. Ja, ma jep edhe këtë tjetrën këtu. Sërisht lakra, pra me shtresa dhe përsëri mbushje në fund fare, para se ta vendosim, Albana vendoset salca, po ta tregojmë rrugës sa bash avash. Fare. Kam edhe këto 2 gjethet e tjera dhe përfundimisht janë shumë të nxehta, e di që janë të nxehta. Në një nga këto gjethet që përdorim, ja shtojmë edhe tek mbushja, për të bërë dhe një lidhje organike me produktet. Po. E largoj taljerën dhe ja. Duhet që kjo masë të jetë Duhet pak ujë apo tjetër salcën këtu? Jo, nuk na duhet fare. Super. Direkt tani në pjekje. Është ngrohur fura në temperaturën 200 Është ngrohur fura, ja 1 sekond. gradë Celsius. Dhe unë të Sigurisht që ta mbulojmë me një gjethe ose me 2 gjethe lakre, që mbushja të mos thahet, po të mbizotërojnë dhe lëngjet e lakrës. Tani këtë koçanin, që mua më prish punë, patjetër që më prish punë, ja. E vendos. Po. Edhe nëse nuk më mbulohet si përfaqja, unë nuk e kam fare problem. Po edhe nëse do duhet, kemi gjethe plot. Më merr dhe një gjethe tjetër më merr, sepse edhe një të voçkën, gjë që unë desa të merrem
Me recetën tjetër, të tregojmë pak dhe produktet e recetës pasarse. Shumë ëndra, nuk është problem. Ja. Ne vendosim më pas. Kjo ishte receta e japrakëve të hapur me gjethe lakre, të cilën për pak do ta vendosim në furrë sa të bëhet gati dhe gjethe tjetër, do t'i shtojmë edhe salcën sipër për ta mbajtur të butë dhe për t'i dhënë një shije ekstra. Ndërkohë, kjo recetë ka përfunduar, besoj e kuptuat. Do kalojmë tek e dyta, t'i lexojmë produktet nëse i kemi gati. Një limon të plot do t'ju duhet tek veza. Një limonit të plot. 2 vezë, i rahim.